Mirëmbrëma zonja dhe zotërinj, ju ngjatjeta të gjithëve. Rikthehemi në bisedën tonë të radhës, në takimin tonë të radhës për të analizuar dhe për të parë zhvillimet e mëdha që janë duke ndodhur kudo nëpër botë. Ka zhvillime të mëdha të jashtëzakonshme, të cilat ndikojnë tek jeta e planetit, tek ardhmja e saj, por që do të ndikojnë absolutisht edhe tek jetët tona të vogla, tek jetët tona më pak të rëndësishme se planeti dhe se jetët e njerëzve më të rëndësishëm të planetit. Gjithsesi, për sa kohë janë jetët tuaja dhe jetët tona, ato janë më të rëndësishme për ne. Ndaj, është e rëndësishme sot, fuqia më e madhe sot në planet është të kuptosh atë që po ndodh, zhvillimet do të jenë të mëdha në të gjithë botën. Ju mund ta thoni se përse na i tregoni ju këto ne. Ne nuk mund të ndryshojmë asgjë, por të dish është më mirë se të mos dish. Nuk do të zgjatemi me hapje të mëdha. Rikthehemi në analizën e radhës sot në këto ditë delikate me mikun tim dhe me mikun tuaj, mikun e programit ton këtë dritare e cila ka për qëllim të hap sytë e shqiptarëve në këto kohra të rrezikshme. Me kolonel doktor Dritan Demira, i cili na bashkohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të hedhur dritë në minutazhin e përcaktuar bashkë me të për gjitha këto zhvillime të mëdha dhe do të ndjekim traditën tonë, do t'i qëndrojmë besnik. Do të kuptojmë fillimisht se çfarë po ndodh në nivelin makro, sepse flitet shumë dhe analizohet shumë, por ju e dini që koloneli na sjell gjithmonë më të mirat e rrugicave ku nuk ka dritë, sepse e ka eksperiencë për herë të parë dhe është një njeri profesionist, jo sepse është miku jon, por sepse e ka treguar këtë me vepra. Kolonel, mirë se erdhët, mirë se u rikthut. Është kënaqësi. Kënaqësia është e gjitha e imja, është një botë që po lëkundet me ritme të shpejta, kolonel, nga Kina në Grönland, nga Brukseli, nga Parisi, nga Gjermania, nga NATO në Indi, nga Kina në Venezuelë, nga Irani në Siri, nga Turqia në Ballkan, zhvillime të cilat ecin me një ritëm të jashtëzakonshëm. Shqiptarët ne po bëjmë një kontribut modest, ti bëjmë ata ti kuptojnë këto zhvillime për te grafikut që ka mainstreami, i cili i do të kontrolluar dhe i do të pushtuar dhe të kontrollojë mendjet e tyre. Shkojmë fillimisht, nisemi tek lajmi më i rëndësishëm që ka tronditur botën, kolonel. Zhvillimet në Kinë. Atje ka ndodhur një puç shteti, një grush shteti apo një stimulim i një grushti shteti nga kinezët për t'i dhënë mesazh amerikanëve për t'i hutuar ata në këtë lojë të madhe, në këtë paradhom të përplasjes së madhe ndërmjet Kinës dhe Amerikës. Urdhëroni ju lutem. Besoj që e keni fjalën për generalin Zhang Yuxia, zëvendës drejtorin e CMS-s të Komisionit Qendror Ushtarak të Kinës. Zhang Yuxia, po. Lider ushtarak i cili pretendohet se ka dhënë sekretet bërthamore tek amerikanët, i ka shtitur. Ç'është kjo tymnaj, kolonel, ta kuptojnë mirë njerëz. Përpara se të t'ju përgjigjem shumë shkurt, të gjitha ata që janë të interesuar dhe për ta kuptuar se ky është një nga personalitetet, paktën deri para 2 ditëve, më të rëndësishëm të Ministrisë të Mbrojtjes Kinës, ju ftoj të lexoni librin 3 njerëzit më të rrezikshëm të globit, nga një ekspert i nivelit më të lartë, Seth Jones, i cili e konsideron inteligjenca amerikane deri para 2 ditëve e konsideronte një nga 3 njerëzit më të rëndësishëm të globit, General Zhang Yuxia. Kjo për shkak se babai i tij, Zongcun, dhe babai i presidentit Xi Jinping, Xi Zongzung, kanë qenë miq të ngushtë që në vitin 1945-49. Zhang Yuxia Kreshnik është babai i luftës së parregullt të Kinës. Një strategji e sigurisë kombëtare e Kinës, e cila ka qenë e përcaktuar të paktën 2 dekadat e fundit për të mposhtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila konsistonte në prodhimin e armëve mace, në forcimin e zinxhirit të vrasjes ose kill chain, sulmeve kibernetike, përdëcimet për mbështetjes forcave proxy, luftës propagandës, spionazhit, operacioneve dezinformimit dhe disa teorive që ne nuk kemi qëllim dhe objektiv këtu. Okay. Duke marrë parasysh sa më lart dhe duke marrë në konsiderat
edhe strategjinë se si funksionon Kina, goditja e kundërshtarit, dizinformimi i kundërshtarit, unë nuk besoj që generali Zhang Yoxia të ketë dhënë sekretet e armëve nukleare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për arsye sepse ai është një miliarder i cili nuk ka nevojë për të marrë para nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dyshoj thellësisht që ose kemi të bëjmë me një puç shteti, bashkë me generalet si pasojë e asaj që ky konsideroi paktën të 10 vitet e fundit njeriu i dytë më i rëndësishëm në Kinë, ose është një strategji e Kinës për të tërheqë vëmendjen, sikur janë dhënë sekretet nukleare dhe ndërkohë vazhdojnë këtë konflikt i cili këto kohët e fundit është intensifikuar ndjeshëm mas marrjes kontrollit ose largimit Madurës dhe përgatitjeve për të rrëzuar dhe sistemin politik ose leadershipin e Iranit. Qartë. Zhang Yoxia, kolonel, është përfolur gjithashtu se ka patur ambicje për të qenë zëvendësi i liderit Xi Jinping. A mund të jetë një spastrim radhës i tipit Kadrias Biu apo i tipit Mehmet Shehu me idenë që të largojmë çdo rival nga rruga e liderit Xi Jinping në Kinë, apo mendoni se kinezët i kanë zgjidhur këto punë për arsye se një bord i lartë ushtarak për 43 personash është emëruar në hierarkinë më të lartë të ushtrisë kineze vetëm në vitin 2022 dhe tashmë janë pushuar dhe janë spastruar me fshesë 2/3 e këtij këshilli të lartë. Kemi të bëjmë ndoshta në analet e Kinës me lobe të mëdha apo me shërbime të cilat mund të jenë duke gatuar në rivalitet të brendshëm qoftë artificialisht brenda Kinës? Jeni shumë i saktë për shkak se të gjitha emërimet e viteve të fundit, që nga Ministri i Mbrojtjes, 5 komandantët e forcave strategjike, 5 komandantët e rajoneve të mbrojtjes kryesore dhe gjithë drejtuesit e tjerë, në mënyrë të veçantë komandanti i komandës raketave strategjike, të gjithë janë emëruar nga generali Yoxia. Dhe duke qenë se jo vetëm pjesa e leadershipit të asaj që njihet si CMC, pra Komiteti Qendror i Mbrojtjes, por edhe pjesëtarët të cilët janë anëtar të Komitetit Qendror të Politbyros të Kinës, një pjesë e madhe të cilëve janë miqtë e ngushtë të tij, mendoj që kishte ardhur momenti për ta goditur me disa akuza që për Kinën nuk kanë asnjë lloj rëndësie, sepse sinkone e Enverit ato të bënin edhe të vinin çdo lloj akuze, me qëllim që ta largonin, sepse i gjithë ky leadership kishte sot në dorë ushtrinë e dytë më të fuqishme të globit dhe për shkak të problemeve të brendshme ekonomike që nuk janë as pak të vogla për momentin në Kinë, i duhej presidentit Xi Jinping nga njëra anë ta spastronte rrezikun dhe kërcënimin që mund ta kishte, dhe së dyti për t'i treguar botës që unë jam në kontroll edhe të situatës brendshme, po edhe në situatën edhe sa i përket situatave ose ngjarjeve ndërkombëtare. Qartë, pra ju nuk prisni në një tërmet të fortë të befasishëm brenda Kinës, ata i kanë siguruar mirë siguresat e shtetit dhe të pushtetit dhe veçanërisht partisë në pushtet. Absolutisht. Për të gjithë ata që studiojnë në mënyrë ka zero mundësi për gabim, pra. Absolutisht, për shkak se MSS-ja, Ministria e Sigurimit të Shtetit, dhe MPS-ja, Ministria e Sigurisë Publike, në bashkëpunim me Komitetin Qendror, cilin e drejton vetë Xi Jinpingu, janë gjatë gjithë kohës në kërkim të personave të cilët mund të tentojnë të ndërmarrin në destabilizim. Ka si ushtarak kolonel dhe si njeri që i njihni mirë kulisat e ushtrisë, de facto, a ekziston mundësia që ushtria apo general të lartë të kryen grush shtetin Kinë, apo mekanizmat e sigurisë janë të tillë, sepse raportohet nga shërbimet e inteligjencës amerikane që më 18 janar rojet e Xi Jinpingut mund të jenë përplasur me 2 ose 3 ose 4 ose 5 ose 6 ose 7 ose 8 ose 9 ose 10 ose 11 ose 12 ose 13 ose 14 ose 15 ose 16 ose 17 ose 18 ose 19 ose 20 ose 21 ose 22 ose 23 ose 24 ose 25 ose 26 ose 27 ose 28 ose 29 ose 30 ose 31 ose 32 ose 33 ose 34 ose 35 ose 36 ose 37 ose 38 ose 39 ose 40 ose 41 ose 42 ose 43 ose 44 ose 45 ose 46 ose 47 ose 48 ose 49 ose 50 ose 51 ose 52 ose 53 ose 54 ose 55 ose 56 ose 57 ose 58 ose 59 ose 60 ose 61 ose 62 ose 63 ose 64 ose 65 ose 66 ose 67 ose 68 ose 69 ose 70 ose 71 ose 72 ose 73 ose 74
persona të armatosur të dërguar për të arrestuar atë në një hotel ku ka patur fjalim. Mendon është pjesë e luftës psikologjike apo vërtet mundet të ekzistojë një mekanizëm i ushtrisë për të realizuar një grysh shteti? Apo puç ushtarak siç njihet në gjuhën popullore? Thash pa diskutim që po, ky ka qenë një nga rreziqet. Si duket, presidenti Shi ka marrë ndonjë sinjal për rolin e general Zhang Yuxia dhe duke qenë se roli i ushtrisë është i kufizuar në Kinë, Kina nuk ka fuqi dhe forcë, siç është roli i gardës revolucionare apo i forcave të armatosura në Iran, të cilët ka një rol në mënyrë të veçantë garda revolucionare, është nën kontrollin e partisë dhe të gjithë komandantët janë pavarësisht mundësive dhe forcës komanduese ndaj këtyre 5 rajoneve kryesore në cilat ndahet Kina, janë komisarët ata që janë më të fortë për sa i përket. Njësoj siç ka qenë sistemi komunist në Shqipëri, ku pavarësisht se komandantët komandonin divizionet, komisarët ishin ata që kishin forcë më tepër, sepse kishin lidhje drejt për drejt me sigurimin e shtetit. Dhe më lejo të sjell këtu në vëmendjen tuaj Beqir Ballukun dhe gjithë shtabin e përgjithshëm që u goditën. I njëjti skenar po ndiqet edhe në Kinë. Qartë. Ne do të kthehemi shumë shpejt tek skenaret që po luajnë lojtarët e Tiranës në ndritën e zhvillimeve galopante ndërkombëtare, sepse do të ketë tërmet të madhe edhe në Tiranë, sigurisht politik. Ne i kemi shmangur afatet ashtu siç kemi thënë, por kemi folur për marzhe kohore, nga janari në mars, nga janari në prill do ketë lëkundje të mëdha, të cilat do t'i ndjekim bashkërisht, por do të kthehemi pak më poshtë në Tiranë, kuptojmë pak lojën e madhe në Ukrainë, kolonel. Jemi duke shkuar drejt një pakti të drejt për drejt Trump-Putin midis dy presidentëve dhe do të shohim një zbehi apo rënje të rezistencës në Ukrainë. A kemi një tradhti këtu në mes apo kemi një pakt të domosdoshëm që duhet bërë dhe si do të ndikojë kjo qasje në stabilitetin afatgjatë të Europës? Pa diskutim që kemi një marrëveshje ose një interes të presidentit Trump për të ulur në tryezë me presidentin Putin për të shmangë një përplasje, pasi kemi hyrë në vitin 2026 dhe nuk diskutohet që 6 mujori 2 i 27-ës është gjysma, është koha pra kur do t'i afrohemi një përplasje midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kinës. Dhe në këtë këndvështrim i duhet që se zbën konflikti i Ukrainës të mbyllet në mënyrë që të fillojë përqendrimi i forcave, jo vetëm i industrisë ushtarake, por i krijimi një koalicioni forcash, mjetesh, vendesh dhe përqendrimi pra në Indo-paqësor i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, besoj që kemi një tradhti të Bashkimit Evropian, sepse është vetë Bashkimi Evropian e cili nuk e lejonte Zelenskin që të ulej në tryezën e negociatave dhe të pranonte kushtet e Putinit. Dhe jemi në një fazë të asaj që kemi thënë edhe unë dhe ju, vitin e kaluar, kur do t'i duhet Zelenskit sa më parë që të pranoj kushtet e Putinit, aq më mirë, për shkak sepse duke pa mundësuar, duke mos pasur fuqi për të përballë në fushë betejë me makinerinë vrasëse të Putinit dhe me fuqinë e madhe ushtarake, në mungesë të mjeteve dhe të ushtrisë nga ana Zelenskit, do t'i duhet të negocioj jo më 4 rajone, por ndoshta edhe Kharkivin, ndoshta edhe Sumin, në rast se ky konflikt do të vazhdojë edhe 6 muajt në vijim. Prandaj presidenti Trump me shumë vizion të qartë dhe të pastër do ta mbylli këtë konflikt. Ju thoni presidenti Trump do ta mbyll këtë konflikt me vizionin e tij. Mediat e Tiranës kanë shpërthyer të gjitha, kolonel, që një psikopat në Washington, një i çmendur, po vendos rregulla të reja. Ku e ka burimin kjo fushat sulmi, kolonel, para se të kthehemi në Shqipëri? Por nuk dua të më rrëshkas si pikë. E ka burimin tek qasja liberale e një pjesë të madhe të liderëve të Europës, të cilët drejtohen nga Macroni,
shoku i ngushtë i Ramadurës Mhm. dhe nga qasja dhe orientimi i tyre i shoqërive liberale. Janë të shokuar nga fitoria e presidentit Trump, i cili është i vetmi person që mund të shërënjos një herë për gjithmonë këtë linjë. Dhe pikërisht këtu futet kryeministria, presidenca, të cilët si tinxar që janë, futen, kryeministria se s'ka lidhje presidenca me këtë punë. Ishte lapsus. Të cilët si tinxar që janë, me kryer Ramën, kryer tinxarin, kanë mobilizuar të gjithë mediat, biznesmenët, oligarkët, shoqëritë civile që nuk ekziston në Shqipëri, është krejtësisht e kontrolluar, për të goditur me gjitha epitetet presidenti Trump, ndërkohë që nga ana tjetër po përpiqet si byth lëpirës që është, duke përdorur gjitha format për t'u afruar dhe në fakt s'ka marrë akoma asnjë gjë. Pra mendon që është një lojë ndarë në dy violina. Ju goditeni dhe masakroheni, ndërsa unë do të vazhdoj të përdor gjuhën për lëpirje. On Tel Aviv, on Ankara, o tek arabët, o tek Meloni, pra kjo është lojë dyshe, karrot dhe shkop, pra. Ose më pranon, ose do të masakrojnë. Se po të hapësh portalet, mund duket vetja si kur jemi në kohën e qoftë-largut, a më kupton? Pra, nuk ka parë ndonjëherë në historinë e Shqipërisë, nuk kam parë kësaj lloj sulmesh. Unë nuk jam dakord me çdo gjë që bën Trumpi, as ti, besoj unë 100%. Ne jemi këtu për të bërë analizë dhe nuk jemi për të ngritur kultin e askujt. Presidenti Trump e mbështesin për sa kohë do mbështesi këtë linjë dhe do jetë pranë interesave strategjike të Shqipërisë. Por ajo që shoh është e pazakon. Pra, edhe ata të djastët e Shqipërisë apo konservatorë apo antiliberalët nuk kanë thënë ndonjëherë për Joe Bidenin është i çmend, është psikopat, është debil, është i shitur, është kafsh. Pra nuk ka ndodhur ndonjëherë këtu në Shqipëri, edhe pse nuk kemi qenë në linjën e administratës Biden apo Obama, apo kemi shpreh kundërshtim për George Sorosin e kështu me radhë, por është bërë në mënyrë shumë të edukuar. Këtu ka dalë çdo gjë nga kontrolli, po do t'i kthehemi asaj. Të rrim pak, t'i afrohemi rajonit tonë, të vim nga Kina drejt Ballkanit avërsisht. Ballkani do të diktohet nga lëvizjet dhe turbulencat Europë-Amerikë, por edhe nga një turbulencë tjetër e rëndësishme që është Turqi-Greqi. Turqinë që ta kuptojmë ka influencu dhe është ndikuar nga fikat që ajo merr mas shpine dhe nga loja që i ndodh asaj. Do të ndikohet nga Irani, do të ndikohet nga Lindja e Mesme dhe nga Siria kryesisht, pastaj varësisht marrëveshjeve që do të bëjmë me vendet e GCC-s. Miti ka patur, miti turk, është shërbimet sekrete turke, ka patur rol në largimin e Asadit, në rikonfigurimin e Sirisë, në ardhjen e Ahmed al-Shara. Kjo përballje me PKK-n, me kurdët në këtë moment dhe ky konflikt kolonel, a mund të themi se i ka mbyll Turqia një herë për gjithmonë frontin e kurdëve në veri të Sirisë dhe në juglindje të Turqisë, apo ende fronti është i hapur? Mund të themi shkurt që Izraeli i ka humbur aleatët e saj strategjik në Sirinë verilandore dhe në Turqinë juglindore, apo jo? Jemi akoma herët. Ajo që ka ndodhur javën e kaluar është një sukses i jashtëzakonshëm i qeverisë presidentit al-Shara dhe i presidentit Erdogan, kuptohet, flasim për Ibrahim Kalinin dhe ministrin e jashtëm Hakan Fidan, cilët janë dy personat kryesor në krijimin, implementimin dhe ekzekutimin e kësaj strategjie. Ajo që ka ndodhur javën e fundit është sigurisht një humbje e madhe për Izraelin, për shkak se shteti në thojza i paligjshëm Rojava ose Lojava, i cili ishte krijuar në lindje të lumit Eufrat, në një territor që përbënte më shumë se 1/3 dhe pjesën më të shëndetshme të Sirisë, tashmë ka humbur më shumë se 50% të territorit si pasojë një ofensive e cila, kujdes, ka pas mbështetjen e presidentit Trump. Dhe në mënyrë të veçantë e kam ndjekur dje, po bën tha një punë të jashtëzakonshme presidenti al-Shara. Dhe sigurisht, ky sukses është një humbje e madhe për Izraelit, sepse është një investim 15 vjeçar, i cili për 3 ditë ka humbur 50% të aksesit nga një anë, dhe nga ana tjetër
forcat kurde, PKK-ja, ku në të gjitha zonat ku vepron organizata terroriste PKK, YPG, ka flamurin e Oçalanit, e cila e bën legjitime target të Turqisë. Pra, YPG-ja ose do të pranoj të dozoj armët, të integrohet realisht në qeverinë e Damaskut, ose unë besoj do tjetë në një sulm nga forcat armatosura të Turqisë. Kolonel thot diçka shumë të rëndësishme. Ka patur mbështetje nga presidenti Trump. Mos jeni duke më thonë se Trump po lëviz jashtë vizionit Izraelit për rajonin dhe po mbështet planin turko-sirian për të godit PKK-n kurde jashtë vizionit strategjik të Netanyahu's në Tel Aviv? Është e vështirë të thuash që presidenti Trump po lëviz kundër interesave strategjike të Izraelit, për shkak se presidenti Trump është presidenti më pro-izraelit në historinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po këto janë fakte të cilat janë pjesë e një ekuacioni që ju e kuptoni në detaje, do t'i duhet për të ruajtur balancat. Ndërkohë që presidenti Trump po përpërgatitet për një përplasje e cila do të ketë një ndikim të drejt për drejt, një konflikt ushtarak mbi Iranin, do ketë një impakt të drejt për drejt në sigurinë kombëtare të Turqisë, për shkak se qoftë rajoni i Azerbajxhanit perëndimor, i Azerbajxhanit verior, edhe pjesa ku jetojnë kurdët në kufi me Turqinë, do të provokojë zhvendosje në një sasie prej të paktën 1 milion, 2 milion qytetarësh iranian brenda territorit. Dhe kuptohet kur futen persona refugjat, bashkë me ta futet edhe një pjesë e madhe e qëllimshme e grupeve terroriste kurde për destabilizimin e Turqisë sipas planit të shtetit X. Qartë. Më qartë se kaq nuk mund të thuhet. Përpara pak orësh, kancelari gjerman Merz ka deklaruar se çështja e rënies së regjimit të Iranit është çështje orësh. Të shumt janë ata të cilët kanë folur gjatë gjithë këtyre ditëve, o tani është me orë, është me ditë, është me minuta. Flota amerikane ka zbarku e gjitha në lindjen e mesme, me Eisenhower, me Abraham Lincoln, me luftanie, me aeroplan mbajtëse, me B-2 Spirit, ka porosit edhe 25 B-2 Spirit Trump që dalin nga prodhimi sa më shpejt tjetë e mundur. Goditet Irani pa diskutim, apo është blof i Trumpit deri në sekondën e fundit, loj me nervat deri në vijën e kuqe, dhe më pas dorëzimin e Iranit në një akord kundërhyn diplomacia në sekondën e fundit. Absolutisht që jemi në fazat e një lufte psikologjike, propagandë. Pra në maksimumin, në shkallën e fundit të luftës psikologjike, ku presioni është rrit në mënyrë të jashtëzakonshme nga ana e administratës amerikane për ta detyruar në kushtet amerikane që të ulen negociatorët, pra në këtë rast ministri i jashtëm Araghchi me Steve Witkoff. Abbas Araghchi dhe Steve Witkoff. Abbas Araghchi. Nga ana tjetër, ajo që ka rëndësi Kreshnik është deklarata e para 1 ore nga Parisi e zonjës Mariam Rajavi, e cila është kryetare e Këshillit Kombëtar të Rezistencës Iranit, të Mekut, po. Dhe askush, as Merci, as Meloni, as Netanyahu, as Trumpi, askush nuk e njeh situatën më mirë në terren se sa rrjeti shumë i përhapur, nën kontroll në territorin e Iranit i Mekut. Dhe sigurisht janë informacionet e tyre që bashkëpunojnë me Perëndimin, që janë një pjesë në shtesë të aseteve dhe të rrjeteve të inteligjencës. Por ajo sot ka deklaruar një gjë shumë interesante, atë që ja kemi thënë më përpara, që i këshilloj thot
administratës amerikane mos të godasi Iranin, ki parasysh që është personi më kundër ajatollave, për shkak thot se nuk do t'jetë e mundur me një vendim, me një veprim ushtarak, rrëzimi i regjimit. Ajo që vlen më shumë se një ndërhyrje ushtarake, thot ajo, sot, para një ore, deklarat nga Parisi, është vazhdimi i presionit ekonomik dhe vazhdimi i destabilizimit brendshëm, pra krijimi i kushteve që vetë populli iranian të zbresin në terren për të ardhzuar këtë regjim. Qartë. Duke qenë që një pjesë aktivitetit kësaj opozite të Iranit kolonel në këto momente strehohet në Shqipëri për nevojat të aleatëve të Shtetet Bashkuara të Amerikës, a mund të themi kolonel që Shqipëria është zyrtarisht në luftë me Iranin në këtë moment? Jo, nuk mund të themi që Shqipëria është në luftë me Iranin, Aha. sepse Irani ka aq shumë probleme me fqinjët, por probleme për mbjetesë aktualisht që po flasim. Irani në mënyrë kriminale dhe të paligjshme ka tentuar të ekzekutojë sulme kibernetike kundër qeverisë të Shqipërisë dhe institucioneve të saj, qofshin këto të sigurisë, por edhe bankare dhe infrastrukturore, për cilën ka marrë përgjigjen e dur. Qeveria ka larguar ambasadën, ka larguar 2 përfaqësuesit e agjencisë së Ministrisë Inteligjencës, MOIS-it, të cilët vepronin në Shqipëri për interes të agjensive të inteligjencës kundra Mekut dhe infrastrukturës saj të sigurisë, duke tentuar për të krijuar kushtet qoftë edhe për operacione konkrete, po që ky operacion ka qenë shumë suksesshëm. E di pse ju thash kolonel, ju thash sepse më ka bërë përshtypje, kam ndjek pjesën më të madhe të mediave në lindjen e mesme, dhe kur bëjnë analizë për rënjen e regjimit të Iranit, në çdo analizë përmendin Shqipërinë si bazë e opozitës. Dhe kjo më tregon që edhe analiza atje nuk është e pavëmendshme. Gjithsesi, të vim pak tek pjesa e përçarjes së NATO-s, kolonel. A do ta përçaj Groenlanda, Amerikën dhe Europën apo jo? Dhe ju po shihni çfarë po ndodh. Keir Starmer në Kinë, Ursula von der Leyen në Indi e firmosi, India dhe Kina, India dhe Europa tashmë janë një, ka shkuar ka bërë gjitha firmat i ka hedhur ajo zonja sot. Si do të shkojë puna e Amerikës dhe Europës? Do të çahen përfundimisht apo janë role të ndara dhe njerëzit nuk duhet t'i hanë shumë këto historitë e çarjeve të mëdha? Si ta kuptojmë këtë moment gjeopolitik, kolonel? Unë besoj që jemi një moment kritik gjeopolitik midis marrëdhënieve të euroatlantike të Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shikojmë një mbetje hatri nga drejtuesit liberal super të korruptuar të Bashkimit Evropian, të cilët po tentojnë që të zhvendosin orientimin e tyre nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në drejtim të Azisë. Dhe fatkeqësisht kjo nuk është në interesin e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të atyre personalisht. Për arsye se ndoshta mund të jetë në përfitim në short term, por në termat mesme dhe të largta, ato do të jenë pjesë e janë aktualisht të pozicionuar në aksin kundër antiperëndimor dhe në mënyrë të veçantë kemi aksin ose boshtin për cilin ju keni tashmë prej disa vitesh po përgatisni edhe një libër, aksi i cili vit për viti, vit pas viti po fuqizohet, Federata Ruse, Kina, Irani, Korea Veriut, na zbulove diçka, thash ta zbulonin pak më vonë, po ne po përgatisim diçka të rëndësishme bashkë me kolonelin, jemi bashkë autor, por kur të vi momenti do ju njoftojmë, është një studim i mrekullueshëm. Pra, kemi krijimin e një boshti dhe pikërisht ky bosht i cili përfaqëson një sasi të konsiderueshme njerëzish, territoresh, interesash, forcash të armatosura, teknologjie, energjetike, nuk mundet e do ta dëmtojë Bashkimin Evropian
orientimi për i natë si me vjere, që i themi ne shkoj e flej me mulligjin, duke shkuar, duke orientuar ekonominë e Bashkimit Evropian drejt Indis, drejt Kinës, për shkak se të dy këto vende në një moment caktuar do ta ndërpresin këtë mbështetje. Unë besoj që jemi në një përplasje të madhe dhe pikërisht kjo reflektohet tek deklarata shumë e rëndësishme e sekretarit përgjithshëm të NATO-s Rute, i cili i bëri thirrje liderëve të Bashkimit Evropian dhe këtu në mënyrë të veçantë më lejo të ta saktësoj Ursula von der Leyenit, një shtarëmërit Britanisë, 2 presidentit të Këshillit të Evropës, 3 dhe disa drejtuesve të rëndësishëm a Macronit, duke i deklaruar që mos keni asnjë iluzion që objektivi juaj për krijimin e një ushtrie europiane, infrastrukture sigurie pa ombrellën amerikane, do të jeni të suksesshëm. Nuk kemi asnjë mundësi për të përballë me aksin e skeqes, e kishte fjalën për Federatën Ruse, pa ombrellën ushtarake dhe nukleare të Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe nuk ka thënë asgjë më pak sa ajo që kam 4 vjet që them çdo ditë në televizion. Në çdo televizion edhe në mbi 10-15 libra të botuar këto 20 vitet e fundit. Po, për na thash shpesh jeni filorus. Jeni filorus sepse njerëzit kujtojnë se ne jemi këtu për të bërë tifozlik, i kujtojnë se jemi këtu. Unë filorus dhe filokines. Sepse në Shqipëri ignoranca, janë mësuar që shtetin e drejtojnë ignorantët, kretë ndryshe nga liderët e Kosovës. Shqipëri çdo institucion drejtohet nga ignoranca, nga paaftësia, nga antishqiptaria, nga mungesa e integritetit, dinjitetit dhe aftësive për të drejtuar institucionet, ekspertizës për drejtuar institucionet. Dhe në çdo rast kur dikush del jashtë kësaj linje dhe tregon të vërtetën që kjo linjë, kjo rrugë, kjo qasje, kjo strategji, kjo reformë është e dëmshme për kombin shqiptar, të gjithë pastaj ne jemi pro-rus, pro-kines, pro-iranian, ku-diun. Gjihadist ti. Kjo reflekton nivelin e ignorancës në të cilën ndodhet komuniteti shqiptar. I kanë futur në thertore shqiptarët, bëft zoti mirë dhe ndërhyft, ne kaq kemi fuqi të bëjmë. Shqiptarët i kanë bërë gati për ke kasapi dhe po ja dorëzojnë së patës së ignorancës, të idiotësisë, lum ata që shpëtojnë dhe lum ata që i thërrasin trurit. Do të kthehemi shumë shpejt se ka zhvillime të mëdha në Tiranë, por para se ta mbyllim, kolonel, këtë lojën e madhe të botës, të kuptojmë dhe i diçka që e kam shumë merak se është fola diçka mbrëm. Qameti që e pret Europën në 5 shkurt mbaron marrëveshja zyrtarisht e përhapjes së armëve bërthamore nënshkruar ndërmjet presidentit Obama dhe presidentit aso kohë të Rusisë Medvedev. Përfundon në 5 shkurt. E keni fjalën për marrëveshjen e 2010-s. Po, e 2010-s. New Start. New Start. A mundet, kolonel, Europa të mbetet lagurish pas 5 shkurtit? Rusët i kanë çuar letër Donald Trumpit, mund ta shtyjnë marrëveshjen edhe për 1 vit. Trump nuk i ka thënë as po, as jo, nuk ka përgjigje. E lë kjo Europën zbuluar përballë oreshnikëve rus mas 5 shkurtit, apo Amerika do ta lërë Europën lagurish derisa t'i thotë atyre o ktheuni kënej, o dorëzoni Grënlandën, ose merruni vetë me Putinin. Pa diskutim që po, për arsye se edhe sot që po flasim, Europa është e zbuluar ndaj oreshnikëve, zirkonëve, avangardëve, kinxhalit, kodjakut e kudiun në radhë, gjithë armëve hipersonike. Sepse përdorimi këtyre sistemeve ndaj gjithë sistemeve të dislokuar në Ukrainë nga Bashkimi Evropian, nga warmongersat e Bashkimit Evropian, të cilët asnjëherë nuk tentuan të marrin linja komunikimi. Një vizion qorr
dritë i Bashkimit Evropian, sido që të vi puna, pavarësisht pushtimit kriminal të presidentit Putin ndaj Ukrainës, Europa duhet kishte guximin dhe vizionin për të majtë kanalet hapura, gjë cilën këtë kanal të hapur sot e ka vetëm presidenti Trump. Dhe në gjitha rastet kur administrata Trump përpiqet për të krijuar kushtet për të mundësuar për të filluar negociatat dhe për të krijuar për të arritur një marrëveshje, Europa me të gjitha format drejton sulme në pikat strategjike nëpërmjet rrjeteve dhe metodave të ndryshme që ne s'do i themi kurrë këtu, për ta pamundësuar këtë dëshirë dhe investim të administratës amerikane. Është zbuluar dhe skadimi i këtij afati do të thotë një garë e re për prodhimin e armëve nukleare dhe më lejo të të siguroj se sa e rrezikshme është kjo, për arsye se sot që po flasim bashk, Federata Ruse ka të gatshme uranium dhe materiale tjera për prodhimin e armëve bërthamore, minimalisht për 33.000 armë të tjera bërthamore, ndërkohë që Bashkimi Evropian nuk ka mundësi as të mbështesë me artilleri. Gjithë Bashkimi Evropian, Ukrainën, jo më të përballet me to. Kolonel, falenderoj. Të kthehemi urgjentisht në Shqipëri. Besoj unë miqtë tanë që janë me mira, janë të shumtë ata që na ndjekin, e kanë krijuar tashmë një tablo dhe na falenderojnë, kolonel, ju edhe mua, na thonë na keni bërë ekspert të gjeopolitikës. Pra, të kthehemi dhe të kuptojnë tashmë, sepse loja e madhe i ndihmon shqiptarët, kolonel, të kuptojnë pislëqet e vogla që luajnë këta në Shqipëri me shqiptarët. Edi Rama po kalon një gjendje tepër të vështirë, ju e kuptoni më mirë se unë, sepse ju jeni edhe një lexues i jashtëzakonshëm i body language, i asaj që quhet gjuha e trupit, dhe i zhvillimeve të tjera dhe i lëvizjeve të tjera. E nisi me bordin e paqes, më ka ardhur letër nga Trumpi, jam i respektuar, jam i ngritur, jam përzgjedhur, unë ishe përzgjedhur me gjithat të tjerët, nuk shkoj në Davos, se tha, nuk më la babi të le gocën e babit vetëm, zojën Ivanka Trump në Vlorë, që kisha ardhur për Sazanën e Zvërnecin, kaloi tani tek Netanyahu në Izrael dhe atje u tha izraelitëve, nëse nuk e di Mossadi, po ja tregoj unë përpara Mossadit, gjunjët e mia janë duke u dridhur tashmë në prezencën tuaj. Kjo lëpirje, lëpirje, kolonel, se s'po ma del nga goja. Kjo lloj turbulence e Ramës në këtë lloj servilizmi në një keneset gjysmë të zbrazur, sepse forcat arabe nuk ishin pranishëm fare në sallë, por edhe kundërshtarët e Netanyahus nuk ishin fare të sallë për të dëgjuar dokrat e Ramës dhe të Netanyahus. Çfarë kërkojnë Izrael në këtë moment, kolonel? T'ja shpjegojmë shqiptarëve, ju e njihni mirë edhe Ramën, edhe Izraelin, edhe Amerikën. Urdhëroj. Si e shikon? Absolutisht është pjesë e planit të Ramës për të shtyrë afatin e dënimit të përballjes me drejtësi. Si? Ti do ta shtyr drejtësinë në Izrael? Ja ta shpjegojmë tani. Është një përpjekje e dëshpëruar e tij për të fituar kohë, për të blerë. Ju e dini. Tashmë është krijuar në të gjithë botën ideja që hajde ta keshim out, që quhet në anglisht, ta përdorim kryeministrin e Shqipërisë, sepse është në hall të madh dhe është i gatshëm të paguajë miliarda dollar vetëm për të shmangur përballjen me drejtësi. Rama, më mirë se sa askush tjetër nga ne, nga të gjithë ne tjerët, me disa përjashtime të vogla, e di më mirë se e ka të pamundur për të shmang ndaj drejtësisë. Për arsye sepse kjo nuk është vetëm drejtësi e Shqipërisë,
është drejtësi ndërkombëtare, tashmë emri i tij përfilet, emri i tij dhe i bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë nuk përflitet vetëm për vjedhje dhe për problematika të ndryshme që ka me ligjin në Shqipëri, por në mënyrë të veçantë me përfshirjen e bashkëpunëtorëve të tij më të afërt me krimin e organizuar, me organizatat e trafikut shpërndarjes drogës, të cilët e kanë origjinën deri tek Sinaloa, duke i prit drejt për drejt kryeministri. Një nga problemet kryesore të tij nuk është vetëm problemi me McGonigal, që është një nga pjesët kryesore, por janë edhe shumë çështje të tjera, sepse tashmë dihet që administrata Trump i ka shpadh luftë me sekretarin Rubio narkoqeverive dhe Rama është në target. Sa i përket Izraelit, ishte një shfaqje e tupshme e një kryeministri të një vendi, i cili po përpiqet që në emrin e shqiptarëve, të cilët nuk po i përfaqëson askund me dinjitet dhe integritet, sepse nga njëra anë e mori Shqipërinë me 3.2 milion njerëz dhe 1.1 milion shqiptarë kanë ikë, dhe nga ana tjetër ka shitur të gjitha interesat ekonomike, pra duke përdor çdo gjë që poseidon Shqipëria vetëm në interes të karrigës së tij. Aty unë pash një shfaqje as pak dinjitoze për një kryeminist të Shqipërisë, i cili shkon atje jo për të përfaqësuar shqiptarët, po për të marrë një bilet mbështetje në Washington nga kryeministri Netanyahu, i cili në fakt edhe ai vet është një kryeministër i urryer nga 50% e popullit të Izraelit, i cili ketë një lloj si në vendet e tjera, po përpiqet për ta larguar nga pushteti. Pra dy lider të korruptuar, të cilët i kanë sjell probleme vendeve të tyre. Nga ana tjetër, kryeministri Rama nuk duhet harroj, sepse nga njëra anë e ka obligim mbështetje ndaj palestinezëve, obligim moral, për shkak të genocidit dhe krimeve të luftës, ndërkohë që Netanyahu është një kryeministër krejtësisht i abandonuar nga gjithë bota dhe në këtë këndvështrim nuk i bën as pak nder Shqipërisë, por nga ana tjetër ka detyrimin ligjor që si kryeministri i një vendi që në vitin 2003, ku vendi i Shqipërisë ka ratifikuar statusin e Romës dhe njeh jurisdiksionin e gjykatës ndërkombëtare, të mos takohet me një kryeministër i cili është shpallur krimin e lufte dhe me 2 akuza të rënda për krime lufte dhe për genocid në Gaza. Qartë. Kolonel, u tha atyre në Tel Aviv se Mossadi e din dhe është i informuar, por nëse nuk ju ka informuar, ju duhet ta dini se gjunjët e mia tashmë janë duke u dridhur. Kjo lloj dridhje, si një ekspert i body language që jeni i gjuhës së trupit, i vjen si rezultat i riformatimit të botës dhe ky nuk po gjën një bilet për në botën e re, apo është një dridhje e cila i vjen tek gjunjët sepse pushteti i tij po bie dhe pesha është shumë e madhe që po e dredh komplet me gjithë gjunjë dhe me gjithë trup. Si e shikon këtë moment? Psikologjik dhe psikiatrik. Absolutisht. Askush më mirë se Izraeli nuk ka informacion për kryeministrin Rama. E njohin mirë. E njohin mirë sepse një pjesë e madhe e shërbimeve të tij nën maskën e industrisë ushtarake, bashkëpunimit politik, këtyre think tankave të cilët afrohen për të blerë lobim tek administrata Trump, por jo vetëm, e din që ai është një mashtrues ordiner, njësoj siç thonë vetë të gjithë drejtuesit, të gjithë pa ju jeni i bindur, kolonel, se Mossadi e di se ky është mashtrues dhe ordiner. Të gjithë drejtuesët e opozitës izraelite e din shumë mirë se çfarë është Edi Rama. Një lider i cili përpiqet atje të tregoj mbështetje që nuk ka asnjë rol, Edi Rama nuk ka asnjë rol
për mbrojtjen e hebrejve gjatë luftës dytë botërore. Ato që kanë një rol të jashtëzakonshëm është ish mreti Zog, qasja ti, pastaj pas largimit ti edhe qeverisja e cila Zogu për hir të vërtetës, mbreti Ahmet Zogu i pajisi me pasaporta. Pajisi me pasaporta. Pra ky s'ka asnjë lidhje. Po të kishte qenë ky do ishte dorëzuar i pari për interes karrike. Ky po dorëzon popullin, ky po dorëzon popullin shqiptar. Ky është gati të qesi Shqipërinë, çdo gjë vetëm që ky dhe banda anti-shqiptare e rilindjes të qëndrojnë në pushtet. Pra, ky po shet popullin e vet që futët ka pas me i bën namin. Kush t'i jep të pazarin më të mirë? Ky jo do i shiste. Ky po shet, po zbraz vendin e vet. Duke sjell këtu të tjerë, jo më ky do mbroj hebrejt, dhe këtë e din shumë mirë ato. Ato po e përdorin sepse ky ka akoma kesh me shumicë. Do ja marrin dhe pastaj do i thonë, siç e kemi thënë edhe herë tjera, nuk kemi çfarë të bëjmë se shiko, ti pas ke probleme pafund, ti s'pas ke lënë gjë pa bërë. Çfarë do të bëjmë me ty? Ty s'ka asgjë çfarë do të bëj. Dhe ju e dini se si vepron administrata amerikane. Administratat amerikane gjithmonë, në momentin kur ti përbën rrezik dhe kërcënim, ti nuk ke më asnjë vlerë dhe sa do të paguash para, vendi jot është tek Erion Veliaj dhe tek të dënuarit hajdutët e tjerë të rilindjes. Tani për sa i përket body language, arsyeja që Rama ishte duke rënë fikët, mezi merrte frym, mezi rriten këmbë, ishte i stresuar. E pasqyroi shumë qartë në Izrael, jo vetëm gjysma që e abandonoi e injoroi plotësisht, por edhe zgërdhimet e një pjesë të madhe që nga kryeministri Netanyahu. Kujdes, kur zgërdhiet Netanyahu, ka një kuptim të jashtëzakonshëm nga mrapa dhe bashkëpunëtorët e tij. Mirë, Rama, nëse nuk ka arrit me kuptu këtë, do ta shfrytëzojnë, do ta rjepin, do ja marrin gjithë paratë që ja ka vjedh popullit shqiptar, dhe pastaj ai fati ti, ju e dini, marsi maksimumi prilli. Marsi maksimumi prilli për shkak se çfarë do lloj mase që të marrë ky, as gjykatën kushtetuese, as SPAK-un, as BK-n, edhe pse ka tentuar t'i kontrolloj dhe i ka kontrolluar deri para pak kohëve, administrata amerikane është e vendosur për ta pastruar një herë për gjithmonë politikën shqiptare në mënyrë që të krijojë një klasë të re politike e cila pastaj në 2-3 dekadat e ardhshme të vazhdoj linjën e interesave shqiptare, por edhe amerikane në rajon. Të falenderoj, kolonel. Kemi dhe një moment shumë të rëndësishëm të kësaj vizite. Tha, unë kam qenë ortodoks, jam bo katolik, grune kam muslimone, jam lider muslimonsh, qunin e madh dhe gocën e madhe të ardhur nga kapitujt e mëparshëm të jetës, i kam ortodoks, këtë të voglin kam qef, të mos e ndaloj edhe po mu bo qifut apo hebre, nuk e kam problem, do të knaqesha shumë. Ky s'ja ka iden, apo bën sikur, apo është në lap e sipër, se qifut nuk bësh do t'i herë e para. Ma leo se ta spjegoj unë këtë. Ma lërë mu këtë. Po ta lërë, gjithë topin e këtë ti, po du ta bëj pyetje në fund. Qa është duke bo kjo i çmendur, mo? Ku kujton se po mbrim me i fjalë? Po tallet me ata atje, apo me ne këtu, apo me botën me i fjalë? Ku? Çfarë po ndodh? Kjo tregon gjendjen e destabilizuar të trurit të Ramës. Spari për gjithë shqiptarët, fatmirësisht falenderojmë Zotin që na ka dhënë një besim, secilit nga ne, pavarësisht se çfarë besimi është. Respekt për besimin e të gjithëve. Për respekt për besimin e të gjithë dhe për respekt për besimin ton individual. Që kemi absolutisht maksimal. Së dyti, Shqipërisë i dha pra votuan një kryeminist të pa fe, që nuk ka asnjë fe. Edhe po të hymë tek origjina familjare, shumë pak e lidh me Shqipërinë, qoftë nga nëna, qoftë nga babai. Megjithatë, ky është gabimi, faji atyre të cilët e kanë votuar rilindjen. Kujdes, nuk them Partinë Socialiste, sektin e rilindjes, sepse ka me 10 mijëra socialist
E kemi thënë këtë Të kolonel në ndershëm, çdo bisedë. të cilët janë gati për të shpërthyer, për të filluar rebelimin. Mbaje mend, këtu do të jemi, kjo regjistrohet në YouTube, kjo bisedë, shumë shpejt do fillojë rebelimi kundër hajdutëve të rilindjes, nga baza e Partisë Socialiste, të cilët janë kundër këtij sekti antikombëtar. Më Së kanë dyti, kontaktuar mua, kolonel, dyti. më kanë kontaktuar mua në nivelet më të larta, të thonë Kreshnik nuk na përfaqëson, të lutem bëj dallimin mes socialistëve dhe këtij mafiozi, dhe të këtyre mafiozëve, ne duam Shqipërinë, ne ju duam ju të gjithëve. Kanë kërku shumë nivelet larta të majta socialiste, nuk jemi ne ky, po na ka peng. Është detyrë e tyre si do të rebelohen. Ky çfarë po bën me këto mesazhe? Së dyti, kjo tregon ignorancën totale, mungesën e njohurive minimale se si veprojnë hebrejt. Duhet që të kesh nënën hebreje që të marrësh pasaporta që të bësh. E nuk mund të bësh nga një prind pa fe, kurse për zonja nuk e di se çfarë besimi ka zonja e ti zonja Rama. Zonja Basha Rama është Zonja Basha deklaruar Rama, tri Ramës si muslimane sunite. Kështu ka qef ai ta prezantoj. Zonja Basha Rama, e cila në shtesë të hajdutërisë të ministrave të rilindjes, është edhe kjo një krye hajdute që nëpërmjet bankave, Abi Bank dhe jo vetëm. Po i duhet tip kolonel, mund t'i duhet një cover musliman për të mbulu gjithë këtë që nuk jam vetëm unë. Një nga gabimet, dhe në këtë emision, në këtë platformë, një nga gabimet më të mëdha, mungesë vizioni e Erdoganit ka qenë mbështetja e Edi Ramës, i cili e ka mashtruar në mënyrë në më të paturpshme mbështetjen e jashtëzakonshme që ka pas nga kryeministri Erdogan, gjë të cilën po e kupton me shumë vonesë Erdogani, pavarësisht dërgimit në Turqi të Mamica Kastriotit / ministres jashtme, serviljes më të madhe të Edi Ramës. Zonja Spiropali, e cila u prit edhe nga ministri i jashtëm Hakan Fidan dhe nga presidenti Erdogan. Po ju vija aty, kolonel, kemi dy qasje në këtë moment. Dhe unë, si një dekriptues i mirë, dua të më sjellësh opinionin tënd për këtë. Kemi një qasje që na vjen nga Greqia. Dalin disa personazhe atje të rëndësishëm, të cilët thonë e kemi mbështet këtë personazh me bursë në Greqia, sepse ishte biri i një nëne greke, me origjinë greke. Dhe jemi shumë të penduar që e kemi bërë, ndërkohë sot agjencitë e Erdoganit kanë zbrit po e masakrojnë. Kolonel, e ka lëshu Greqia me gjithë Turqinë, apo janë duke bërë ata rolin e vetë në këtë moment, sepse Erdogan nuk do ta kapërdi let qindra miliona euro armë që i ka premtuar Rama Izraelit për t'i blerë, ndërkohë që avionat ja jep ai falas, shërbimet ja jep ai dhe shumë mbulesë i ka dhënë politike gjatë 13 viteve dhe unë e kam refuzuar këtë qasje të Erdoganit dhe të Ankaras zyrtare. Si e shikoni këtë moment, kolonel? Po e lëshojnë edhe grekët edhe turqit, apo thjesht është një suva momentale që po përdoret për treguar distancim nga ky njeri që po bën gjithë këto çmendurie? Të kam thënë me siguri absolute, për te modestis, që të gjithë analizat që thonë në këtë kanal, në mënyrë të veçantë, ndiqen nga ambasadat dhe jo vetëm. Dhe analizat që kemi bërë ne, denoncimet që kemi bërë ne, shkencore, për tradhtinë e Ramës ndaj Erdoganit, më në fund ka shkuar në veshët e atyre që duhet shkoj, dhe kjo s'është asgjë më pak se ajo që ne kemi deklaruar gjatë 3-4 muajve të fundit, për gjithë ata që na kanë ndjekur, që i kemi thënë, do të vi dita, i kemi bërë sparri thirrje Erdoganit për ta qartësuar në lidhje me Ramën, dhe së dyti, e kemi parashikuar këtë që po ndodh sot në Ankara, në Ankaran zyrtare, për shkak se ky sa herë që ka probleme, e hedh poshtë çdo mbështetje të një vendi të caktuar, pra është mos me njohës.
ka ikë si mosminjos në sport, ka dalë si mosminjos. Ka shkuar si hajdut duke shit si mas deklaratave të Fatosnanës, si hajdut në për urat e Parisit, duke shitur cendet vjedhura, kulturore, kulturës shqiptare, dhe erdhi si mosminjos në bashki, erdhi si mosminjos në bashki, krijoi bazët, volli, shpiku teorinë e dhënies parave për çdo ndërtim, faji dhe mungesa vizionit Partisë Demokratike 8 vite që ishte në pushtet, që la të forcojë pafundësisht, sepse ju keni parë çka ka bërë ky. Ky si ka dhënë asnjë gjë bashkive, ja ka prerë gjitha. Dhe është mungesa vizionit tyre që e la Ramën të arrinte deri në këtë ditë dhe mungesa e integritetit dhe mosminjojës ti, pra shpallja e deklarimi si mosminjos ndaj gjithë mbështetjes që ka marrë ndaj Erdoganit, duke mbështet Greqinë, Izraelin, kundër aleancës Turqisë, pastaj duke tradhu Greqinë, duke u bërë me Izraelin, pastaj duke tradhu Amerikën, pastaj duke porosit gjithë mediat çajin Trumpin, pastaj duke u servilos Trumpit deri në atë që stuhet këtu, por që është i dëshpëruar Keshnik sa ai e di që fundi i tij po vjen dhe ai nuk e pranon fundin e tij përballjen me drejtsinë. Ka hallin e përballjes me drejtsinë, kolonel, apo ka hallin e fundit, sepse tek e fundit kjo botë është e përkohshme, nuk mund të jesh gjithë jetën në pushtet, nuk ka 500 vjet pushtet. Ky ka hallën e burgut, apo ka hall se nuk e sheh dot veten duke bërë zgarravina që i thot piktura atje ke bunkeri vetë në Surel. Absolutisht, fillimisht ka problemin e humjes pushtetit, dhe së dyti pastaj ati çmeri që do ta pasojë nga mrapa, sepse krijimi i qeverie të përkohshme por me kohë gjatë, jo të zgjedhur nga partitë politike duke zgjedhur njerëzit e tyre, por një qeveri e kalimtare e cila do të mundsojë luftën ndaj krijimit të organizuar. Spari pastrimin krejtësisht të shërbimit informativ kombëtar dhe të drejtuesve që kanë dalë nëpër video erotike. Së dyti, pastrimin e policisë. Po presin njerëzit dalin videot erotike se i kanë qef të filmat, po s'po dalin akoma, thon. Nuk mund dalin videot që janë objekt i investigime për arsye Keshnik. Me lejo shumë modestisht të siguroj që, siç e dini edhe ju shumë mirë, që një nga interesat kryesore të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian është rujtja e stabilitetit. Nuk mund të lejohet që Shqipëria të kalojë në destabilitet, sepse krijimi i destabilitetit të Shqipërisë do të krijonte kushtet për shfrytëzimin e tyre nga ana e aktorëve jo perëndimor, nga aktorëve anti-shqiptar, fatkeqësisht një pjesë e madhe të cilëve drejtojnë sot edhe politikën shqiptare, ekonominë shqiptare, mediat shqiptare, por jo vetëm. Por do ta përkeqësonte edhe më tepër, ndërkohë që vëmendja e Shtetit të Bashkuar të Amerikës është e përqendruar tek Rusia, tek Kina, tek konfliktet e tjera në veçantë për momentin, tek Irani. Pra besoj që jam i qartë. Qartë. Kolonel, më duhet opinioni yt për një lojë shumë të hollë që po luhet në Shqipëri në këtë moment. Kanë dalë disa lëvizje që kanë prapa skenë religjioze islamike, të cilat duke përfituar nga kjo idiotësi e Ramës atje në Tel Aviv, i ftojnë njerëzit në protesta gjoja kundër Izraelit, por në këtë moment do të japim mbështetje, thot, lëvizjeve të reja, partive të reja komuniste që po lindin në Shqipëri, sepse ata janë të vetmit që guxojnë të shajnë Amerikën. Ç'është ky pislëk që luhet këtu, kolonel? Kush po e përdor këtë kartë, sikur këtë aleancë islamiko-komuniste, kush është arkitekti? Pra këtu kërkohen vazhdimisht njerëz që o të shajnë Amerikën dhe të vetmit që e shajnë, thot, janë kryetarët e këtyre partive apo lëvizjeve politike komuniste. Çfarë synohet? Sheh me i gjë këtu prapa? Absolutisht që është pjesë e planit të shërbimeve inteligjente në mënyrë të veçantë të dy vendeve anti-shqiptare, të cilët nëpërmjet shfrytëzimit të këtyre gabimeve
trashanike, keqdasshë të kryeministrit Rama, në mënyrë që të bëjnë thirrje që të ngrihen për të ardhur nga pushteti, në mënyrë që të përballet me drejtësinë gjithë klika e rilindjes që kanë vjedhur Shqipërinë e kanë shkatruar kombin. Këto janë çësje të cilat po përdoren jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, nëpërmjet disa masave për katolizimin e masave të caktuara, të gjitha të investuara në shërbimet inteligjente ruse, sërbe, edhe të një aktori tjetër që unë s'po e përmend këtu, për ta destabilizuar Shqipërinë, për ta shfaqur Shqipërinë, që s'është absolutisht e vërtet, si anti-amerikane, nga njëra anë, ndërkohë që të gjithë drejtuesit kryesorë të komunitetit musliman bëjnë biznes dhe kanë bërë miliona euro. Kujdes ju drejtues të komuniteteve muslimane. Absolutisht ju nuk përfaqësoni as Dritan Demirin, as Kreshnik Osmanin, as një pjesë të madhe për disa dhjetra mijëra besimtarësh të moderuar që janë shtetas të Republikës Shqipërisë. Jeni duke bërë gjunahin më të madh, duke shfrytzuar atë që ju ka dhënë atë post për të pasuruar vetë. Nuk ka krim më të madh se po bënin ndaj fesë dhe ndaj besimit. Tani, këtu është çështja e ligjit kolomel, se punë e Zotit nuk e marrin vesh ne, se këtu është biznesi i madh. Nuk po flas për komunitetin musliman si zyrtar, ka lëvizje poshtë që vinë me bilbil nga lart. Pislëku është shumë i madh. Çfarë është? Ne po mbështesim Palestinën dhe të vetmit që e mbështis kanë Palestinën, Shqipëri që kanë partitë komuniste, sepse këta komunistët janë të vetmit që guxojnë me sha Amerikën. A kupton çfarë lloj prostitucioni bëhet? Është lëvizje anti-amerikane e cila përsëri drejtohet e ka përveç shërbimeve tuaja e ka investimin brenda nga rilindja. Mos kesh as dyshimin më të vogël. Kanë miliona dollar që përdorin të gjitha format, to kanë bler, vetëm ne dy edhe një pjesë shumë e vogël kemi ngel pa bler. Këto kontrollojnë çdo gjë, lëvizjet e majta, edhe siç ta thash, unë nuk e kisha për komunitetin musliman si leadershipin. E kisha se do vi dita që do dalë edhe me emra. Kam informacione nga brenda që marrin miliona euro me parat pista që janë bler dhe i kanë shërbyer në mënyrë të veçantë Erion Velis, në fushatët e tij, por edhe qeverisë Rama. Edhe përdorimi atyre grave me shamia falso si deputete kur i ofron Rama. Rama njeriu më anti-musliman, ta kam thënë gjithmonë. Unë nuk e kisha hallë se propagandën fetare e kemi shpjegune, por edhe Netanyahu kodosh përmendi 6 herë. Populli muslimanët shqiptarë kanë bërë çifutët, a kupton? Kanë bërë të brejt. Për cilën jemi krenar. Donte legitimitet ai dhe jemi krenar pa diskutim që ky popull dhe paraardhësit tan e kanë bërë këtë mbrojtje dhe unë jam i sigurt që do ta bëjnë edhe 1000 herë të jepet mundësia. Absolutisht. Bashkë me ortodoksët, bashkë me katolikët. Gjithmonë, secili nga ne do ta bëjmë pak. Ne këtë burrnin me gjithë krizën që kemi kolonel e kemi thellë geneve tona. Po jo kurriz të genocidit. Absolutisht. Të popullit tjetër. Absolutisht, jo ata që bëjnë genocidit të popullit tjetër. Kur në kurriz të popullit shqiptar. Dhe të interesave kombëtare të Shqipërisë. Absolutisht po. Këtu vim tek një qasje tjetër se po luhet shumë pis kolonel me këto lojra, ky lideri që del ke pranvera Boraka dhe thot unë jam lider musliman, atje thot jam çifut, këtu thot jam ortodoks. Është mashtrus, sigurisht këtë dinë kolonel. Po kemi ca specie këtu në Shqipëri që është pjesa debile e popullatës. Bravo na ke, sepse po ndihmojnë mediat e prime time-it. Një gazetare e fuqishme, Mikesha juaj, Duma, më ka tronditur kolonel para 2 netësh, tha, si ka mundësi, tha, zoti gazetar, pyeti njërin nga të ftuarit e saj, zoti Karamuço, si ka mundësi, tha zoti Karamuço, tha, të bashkojmë, tha, ndërmjet Ramës së kërkuar nga Spaku dhe Ramës, tha, që pritet me këto ndere në Tel Aviv, tha, a rrin këto të dyja bashk? Ç'është kjo?
Ç'është kjo strategji degenerimi për këtë popull kolonel? Ç'a po ndodh? Më thuaj të lutem se nuk e përballoj dot, nuk e gëlltis dot. Populli shqiptar do të ketë parasysh një gjë që Mhm. personi më i kërkuar i cili është përgjegjës për largimin e shqiptarëve, për vjedhjen e shqiptarëve, Mhm. ishte atje përballë një personi të kërkuar, të urryer, pa të kërkuar nga gjykata penale ndërkombëtare, i akuzuar për krime lufte dhe për genocid. Pra ishin dy persona të cilët kanë probleme me drejtësinë, Mhm. njëri ndërkombëtare, tjetri ndërkombëtare dhe të brendshme, sepse ju e dini që Netanyahu akuzohet edhe për vjedhje edhe për korrupsion masiv nga qeveria, pra nga prokuroria e tij, dhe hiç më pak se para një jave personi përgjegjës jetonte Netanyahu pas disa kërcënimeve, më në fund u aksidentua, u bë cop në një aksident për cilën opozita nuk beson që është aksident. Këto të gjitha të deklaruara nga mediat. Dhe ky teatr i mediave edhe i këtyre stacioneve është pjesë e propagandës, dezinformimit, luftës psikologjike, njësoj si Putini me mediat me Russian Today që bëjnë në mënyrë të patupshme televizionet shqiptare. Kolonel, mesazhi është për popullin që ta debilizojmë apo është për spakun që mos e prekni këtë? Se ti thuash njerëzve si mundet të hetoj spaku një kryeministër që pritet në Tel Aviv me këto ndere, pra nga hebrejt, pra nga ata që drejtojnë botën. Duan të idiotizojnë njerëzit këta, apo duan t'i thonë spakut mos u afroni ke Rama? Të dyja bashk, por ju e dini që spakun ato nuk e kalojnë dot kësaj rradhe, sepse spaku kërkon accountability për të gjithë zyrtarët shqiptar, pra përgjithësi përballje me ligjin për të gjithë zyrtarët shqiptar që kanë vjedh popullin shqiptar. Edhe Duma, edhe stacionet e tjera prime time janë atje për t'i dhënë oksigjen kryeministit Rama, pa lep sa qesharake bëhen kur bëjnë sikur domthon se ne thot kemi folur kundër Ramës dhe hajdutëve të rilindjes. Po ky Zoti Curi është i lezetshëm ai tha. Askush më shumë se unë tha nuk e ka sulmuar Ramën. Por tha, me këtë derë që po i bën Shqipërisë, unë do ta kisha votuar me gjithë qef ata. Janë të gjithë në payroll, Kreshnik, Osmani, të gjithë paguen me paratë e vjedhura nga shqiptarët. Kjo nuk ka asnjë diskutim, kolonel. Absolutisht janë të vjedhur, sepse si ka mundësi që ndërkohë që Shqipëria mbizotrohet nga krimi organizuar, kontrollohet politika nga krimi organizuar, nga politikanë të cilët vetëm vjedhin Shqipërinë, investime 230 milion euro thyen çan rrugët pa kalu një javë, tunele qindra milion euro, të gjitha rrezikojnë jetën, vjedhen, shkatrohen dhe prandaj paguajnë këto 5-6 oligarkë dhe këto 5-6 media që të gënjejnë popullin shqiptar. Prandaj Rama tenton sfundmi për t'i mbyllur gojën shqiptarëve. Nuk e kupton dot Rama që është në një situatë pa asnjë lloj dalje, pa rrugëzidhje, do përballesh Rama me krimin, fundi jot do të jetë i tmerrshëm, ashtu siç edhe ti 25 vite më parë vet e ke parashikuar. Kolonel, kemi dhe një bunker tjetër që do ta çmontojmë. Ndoshta bunkeri i fundit. E ka blloku Komisionin e Ballukut në parlament. Gjykata kushtetuese që pret të jap versionin e saj, a është ajo bunkeri i fundit ku Edi Rama ka fshehur Belinda Ballukun për t'i shpëtuar prangave të spakut, sepse rënja e Ballukut do të ishte rënja e tij, sigurisht. Absolutisht që sa do t'ja dalë ta shndërroj gjykatën kushtetuese në bunker të Ballukut? Edhe në qoftë se do ta shndroj gjykatën kushtetuese në bunker, s'pari kjo do vërtetoj akuzat e opozitës dhe gjithë popullit shqiptar opozitar që ky ka bler çdo qeverisë Shqipërisë,
dhe kontrollon çdo gjë në mënyrë të paligjshme, por do të shkaktoj një përplasje të drejt për drejt me administratën amerikane që përfaqësohet nëpërmjet investimeve të saj në SPAK, BKH dhe në drejtësi, e cila kontrollohet dhe monitorohet në mënyrë të veçantë nga ambasada amerikane ditët e fundit, dhe unë parashikoj që do ta ketë të pamundur, sepse falja e Belinda krye Hajdut e Ballukut me 325 apartamente dhe 10 milion euro në akaunt, do të thoshte fundi i përgjegjësisë dhe i shtetit ligjor në Shqipëri. Dhe nuk do t'ja mundsoj këtë as Amerika, as Bashkimi Evropian, sepse do t'ishte fundi i Shqipërisë. Faleminderit. Dhe pyetja e fundit, kolonel. Duke e ditë Rama që SPAK-u ka dorëzuar edhe prova të pakontestueshme, si është e mundur, pse majoranca rrezikon këtë krizë institucionale me drejtësinë e re, vetëm për të mbajtur në liri Ballukun? Çfarë sekretesh ka Balluku, kolonel, që mund fundosin gjithë kabinetin dhe bashkë me të edhe Edi Ramën? Balluku ka sekretet e Emirateve të Bashkuara Arabe, ka sekretet e Turqisë, ka sekretet e Arabisë Saudite, ka edhe disa sekretet tjera, të cilat e lejnë Edi Ramën pa gjumë, sepse të gjitha marrëveshjet në të cilat Rama është i përfshirë ka qenë prezent, ka qenë garancia e Ramës që ishte dhënë Ballukut për t'i ndërmarrë këto veprime dhe vendime. Dhe skandalet e një pasnjëshme, provat të cilat sot i kanë agjencitë e inteligjencës amerikane, britanike dhe një pjesë e madhe italiane, franceze, në mënyrë të veçantë gjermane dhe austriake, të cilat Rama nuk i blen dot, nuk i gjbon dot. Rrethi nuk është vetëm tek Rama dhe Balluku, është tek familjet e tyre. Po shtrëngohet çdo ditë më shumë. Dhe nuk ka asnjë lloj paraje, edhe sikur të ketë parat e gjithë Arabisë Saudite dhe të Emirateve të Bashkuara Arabe, nuk e shmangin përgjegjësinë dhe dënimin dhe përballjen e drejtësisë Ramës me drejtësinë, qoftë kjo kombëtare dhe ndërkombëtare. Pra edhe bllokimi i parlamentit që konsiderohet qartësisht një puç për t'i hequr dhëmbët dhe për t'i shkunur dhëmballat SPAK-ut, duke i treguar ndërkombëtarëve se Shqipëri, gjykata kushtetuese mund të shërbesi një gomë për të fshirë të gjitha dosjet, mendon se ja del parlamenti t'ia shkur dhëmbët SPAK-ut? Absolutisht nuk do ja dali, për arsye sepse pikërisht siç e thamë dhe diku nga mezi i emisionit, kjo është situata që një pjesë e madhe e deputetëve dhe e bazës socialiste, pra socialistave, kanë një urrëtie të tmerrshme nga antishqiptaria e sektit të Rilindjes, nga mënyra se si ata drejtojnë dhe nga imoraliteti i secilit individ që është antar i kësaj klike antishqiptare, antihumane, antinjerëzore, antifamilje, antife, të cilët ky ortek do t'i marrë, do t'i largoj për bythësh nga drejtimi i Partisë Socialiste. Këtu do t'jemi, koha do t'a vërtetoj. Faleminderit, kolonel, nuk do të mund të shtoj asnjë fjalë dhe do ta mbyll sonte me atë fjalë të mrekullueshme që thatë: nuk do t'ja dalin. Ata nuk do t'ja dalin. Dhe ne dhe shqiptarët e ndershëm do t'ja dalim kundër këtyre antishqiptarëve dhe kundër këtyre horrave, të cilët e kanë shit Shqipërinë për 5 lek në tregun e madh të gjës së gjallë në arenën dhe në oqeanin e thrazuar të lojës kombeve. Një mi falënderime për kohën dhe minutat e çmuara dhe për mesazhet, kolonel. Ishte kënaqësi. Kënaqësia është e ime. Kështu pra, miq, kaq kishim për sonte. Më qartë se kaq, çfarë mund themi? Më shkoqur se kaq, çfarë mund themi? Më hapur se kaq, çfarë mund themi? I kemi shpallur atyre luftën tuaj, jo luftën tonë. Nuk është lufta jonë, është lufta juaj. Por jo luftë personale. Është lufta e Shqipërisë për mbijetesë. Qerrja e maskës, grisja e bunkerëve të renave dhe të mashtrimit
është detyra dhe misioni ynë. Kaq kemi mundësi për momentin. Sa po të kemi mundësi pak më shumë, do të bëjmë më shumë. Fuqi na jepni ju, populli, sovrani dhe besimi që kemi në Zot, në Shqipëri dhe tek populli ynë dhe tek historia, e cila nuk ka gabuar kurrë dhe e cila ka thënë se kurrë nuk humbet një e drejtë, pas të cilës qëndrojnë njerëz që e kërkojnë me ngulm atë. Ashtu siç e tha koloneli, ata nuk do t'ja dalë. Ne do t'ja dalë. Natë e mirë, i shihemi shpejt.